Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulih wa safwatihi min khalqihi wa aminihi ala wahyih. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah, khatamul anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Me emrin e Allahut të falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ati lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndo që ajo udhëzon, nuk ka kush të devijojë, cili do që devijon, nuk ka udhëzues për të askush tjetër, vetëm se Allah i lartësuar Azza wa Jall. Vazhdojmë në shpjegimin e akides së Imam Tahawit, Allah mëshiroft, i cili e ka përmbledhur të shkurtuar dhe sikur se kemi thënë e shkurtër, mirë po çështjet e saj ka mundësi për të zgjeruar goxha. Pasi Allah mëshiroft ka bërë një përmbledhje të komplet kapitujve, të cilët kanë përmend dietarët në besimin e ehli sunetit dhe xhamatit. Dhe kjo ka qenë çështja e dietarëve, domethënë të ehli sunetit, po ta shikosh, gjithmonë e kanë vendosur akiden në radhë të parë, në sqarimin e saj dhe në largimin e dyshimeve të njerëzve të cilët hedhin dyshim në këtë akide të pastër, të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të thjeshtë në librin e tij, po edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka zgjeruar dhe ka qartësuar akoma më shumë në sunetin e tij. Në mësimin e fundit qëndruam tek fjala e Allahut të lartësuar, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Pra fytyrat atë ditë do jenë të ndritura duke parë Zotin e tyre. Edhe sqaruam se ky ajet, domethënë, është nga ajetet të cilat e pohon dhe vërteton se Allahu i lartësuar do të shikohet në botën tjetër. Gjithashtu përmendëm se njerëzit të cilët devijuan në këtë kapitull dhe në krye të tyre janë mu'tezilët, këtë ajet e kanë shtrembëruar. Pra kuptimi e këtij ajetit e kanë shtrembëruar nga domethënia e vërtet që ka. Interpretimet më të njohura që kanë përmend në librat e tyre, tu do të përmendim atë që është përmend më shumë. Një interpretim dhe një ndryshim që i kanë bërë ato ajetit, që është, më thënë, më i përdori apo më i njohuri që përmendet në librat e tyre. Ata kanë thonë se në fjalën e Allahut wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, këtë faktin se kuptimi i ajetit do të shikojnë tek Zoti i tyre, këto e kanë bërë, do të presin shpërblimin e Zotit të tyre. Pra kanë ndryshuar kuptimin dhe këtu kanë bërë dy shtrembërime kryesore. Kanë shtrembëruar kuptimin e fjalës nadhara ila, pra që do të thotë të shikosh tek diçka. Edhe duke e largu kuptimin se kjo bëhet fjalë për shikimin e syrit. Dhe duke e bërë se kuptimi është duke prit, pra që janë duke prit shpërblimin, pra janë duke prit. Ndërsa shtrembërimi i dytë është se kanë shtuar një fjalë në këtë ajet, cilin nuk kanë argument për të. Pra kanë shtuar fjalën duke prit shpërblimin e Zotit të tyre. E gjë që sipas ajetit, domethënë, nuk kuptohet, edhe të pohosh, edhe të shtosh këtë lloj fjale, sipas tyre është e fshehur, duhet argument. Pra duhet argument që të pohojmë se këtu ka për qëllim diçka tjetër, pra që është duke pritur shpërblimin e Zotit të tyre. Dhe këto interpretime ato i sollën pa asnjë lloj argumenti. Kundërshtimi për këto pretendime dhe refuzimi për këto interpretime të gabuara bëhet në disa aspekte. Ka disa përgjigje që u jepet mu'tezilëve për këto shtrembërime që ato i kanë dhënë fjalës së Allahut subhanahu wa ta'ala. E tu inshallah do të përmendim kryesorët, pasi kundërpërgjigja
mund të jepet në shumë aspekte, por këtu mundohemi të përmendim kryesoret e tyre. E para është se në gjuhën arabe dhe dietarët e gjuhës arabe është e njohur se kur bëhet fjalë për shikimin me sy, vjen fjala nadhara dhe pas edhe ila. Sikur se ka ardhur në jetë ila rabbiha nadhira, pra për tek Zoti i tyre do shikojnë. Pra shikimi kur bashkangjitet me tek diçka, kjo nuk nënkupton gjë tjetër vetëm se shikimin me sy. Edhe nuk ka domethënë në kuptimin e gjuhës arabe nuk pranon asnjë lloj interpretimi tjetër. Ndërsa nëse thuhet se fjala nadhara vjen edhe me kuptimin e pritjes, atëherë themi që po, mund vi, po kur nuk e ka atë prapashtesën ila. Pra, ka argumente që përdoret nadhara me kuptim pritje, mirë po kur se si nuk thuhet nadhara ila. Se nadhara ila do të thotë shikoj. Edhe nuk mund thuhet nadhara ila priti për tek diçka, kur se si. Kjo në gjuhën arabe domethënë është diçka që nuk pranohet. Po gjithashtu në ka ardhur në hadith në Sahihun e Muslimit, transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmend disa ngjarje të ditës Kiametit dhe përmend dhe thot në hadith: pasi çdo adhurues të ndjek atë që ka adhuruar, mbesin vetëm besimtarët. Atëherë Allahu i thot: madha tanzurun? Madha tanzur? Kjo tanzurun pra është shikim, porse në këtë rast domethënë përdoret për pritje. Pse madha tanzurun nuk ka thon ila? Ila madha tanzurun. Ka thon vetëm madha tanzurun, çfarë po prisni? Edhe kështu kuptohet domethënë gjunar, çfarë po prisni? Ato thon presim Zotin ton. Allah i thot: unë jam Zoti juaj. Ato i thon hatta nanzuru ilejk. Hatta nanzuru ilejk, derisa të shikojmë ty. Pra vetë në hadith tregohet qartë ndryshimi midis kësaj, pra nadhara, cila ka ardhur veç, edhe nadhara kur ka ardhur me prapashtesën ila. Ka ndryshim. Ajo e para është për pritje, e dyta është për shikimin e Allahut të lartësuar. Pra dallimi është i qartë, se në rastin e parë ka për qëllim pritjen, ndërsa në rastin e dytë ka për qëllim shikimin real. Dhe tregon profeti sallallahu alajhi wasallam se Allah do t'i shfaqet pra besimtarëve dhe do ta shikojnë atë. Nëse dikush do e lexonte ndryshe, po ta vëresh fjalia do bëhet pa kuptim. Ja ta shikojmë. Sigur, domethënë ti thonte Allahu çfarë po prisni? Po presim Zotin ton. Allah i thot: unë jam Zoti juaj. A ka kuptim më mrapa të thot derisa të presim ty? Nuk ka kuptim. Pra nga gjuha arabe nuk ka kuptim. Pra nadhar kur është veç është pritja. Nadhar ila, siç ka ardhur në hadith, ka për qëllim shikimin me sy. Pra kjo lloj shprehje, siç e thamë, derisa të presim ty, vjen hadithi domethënë pa kuptim. Edhe nga gjuha arabe domethënë nuk pranohet. Kështu që po ta shikosh këtë argument bëhet e qartë që ka dallim midis njërës dhe tjetrës. E dyta, nëse Mu'tazilët i thuhet pretendoni këtë kuptim në këtë ajet, pra që kjo ka për qëllim pritjen, atëherë të njëjtën gjë bëhen edhe me ajetet e tjera, pra që janë të ngjashme. Edhe kështu pastaj bëheni domethënë për t'u tallur, subhanallahu. Për shembull, nëse fjala e Allahut ila rabbiha nadhira, pra ka për qëllim duke pritur shpërblimin e Zotit tyre, atëherë çfarë themi për ajetin e fela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, që është a nuk i shikojnë dhe vetë se si janë krijuar. Nëse do të ecim me logjikën e atyre, i bie që kuptimi të bëhet a nuk i presin dhe vetë se si janë krijuar. Do të thonë nuk ka kuptim. Ose ajetin tjetër, falyanzur al-insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabban. Do thonë, le të shikojë njeriu ushqimin e tij, edhe si ja kemi zbritur
atij ujin. I bie do bëj le të presi njeriu ushqimin e tij. Ose ajeti në surën Bekare, Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Thot Allahu kur e ringjalli, shiko ushqimin tënd, fanzur ila ta'amika dhe pijen tënde që nuk janë prishur, wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas. Pra, dhe shiko gomarin tënd se si do ta ringjallim. Sipas kuptimit të Mu'tazilëve, nëse fjala fanzur, pra shiko, do të ishte me kuptimin prit, atëherë do të bëhej prit ushqimin tënd, prit pijen tënde, prit gomarin tënd, prit eshtrat. Pra, domethënë kuptim shumë i cekët. Edhe nëse këtë rregull, këtë mënyrë interpretimi do ta zbatonin për të gjitha ajetet ku përmendet shikimi për tek diçka, atëherë kjo do i humbiste kuptimin komplet Kuranit, subhanallah. Edhe njerëzit që kanë pak arsye do talleshin atëherë me këtë lloj interpretimi. Mu'tazilët thonë, nëse fjala Allahut ila rabbiha nadhira, pra duke parë tek Zoti i tyre, në kupton pritjen, pra sipas tyre, këtë kuptim, pra si themi, zbatoheni në të gjitha ajetet e ngjashme. Pra sikur se i përmendëm. Dhe kjo gjë padyshim që kishte përditësuar, domethënë në absurditet. Në komentime dhe përkthime, po themi shpjegime të kuptimeve të fjalës së Allahut, shumë të shtrembëruar, e cila në vetvete nuk ka kuptim. Ato thanë dhe i diçka tjetër. Ne kemi një argument se fjala nadhara ila nuk kupton pritje. Pra, shikosh për tek diçka, pra nadhara ila për tek diçka nuk kupton pritje. Dhe thonë, a ke dëgjuar fjalën e Hasenit radhiyallahu anhu? Fytyra atë ditë, pra ditën e Bedrit, thënë, ishin të drejtuara nga i gjithë mëshirshmi duke pritur shpëtimin. Ky varg faktikisht ka ardhur në disa versione. Wujuhu yawma Bedrin nadhiratun ila ar-Rahmani. Nadhiratun duke shikuar ila ar-Rahmani, tantadhiru al-khulasa, duke pritur shpëtimin. Tantadhiru. Edhe këto thonë, pra, kjo fjala mbrapa tantadhiru duke pritur është komentimi i asaj të parës. Pra, sipas kësaj ne kuptojmë thonë që nadhara ila vjen me kuptim pritje. Dhe kjo është argument cilët ta mbështeten, domethënë, për mendimin e tyre, argument gjuhësor. Përgjigja i jepet nga 3 aspekte. E para, ky vargu i themi është i trilluar dhe nuk është i sakt nga Haseni radhiyallahu anhu, dhe as të ndonjë personi, pra që është referencë në gjuhë, për cilit mund të merret, domethënë, argument. Subhanallah. A është e drejtë që të lihen shumë ajete dhe hadithe që pohohet qartazi se Allahu subhanahu wa taala do të shikohet, edhe këta thonë, ne nuk marrim në akide vetëm se hadithet mutawatira, që janë hadithe që janë transmetuar nga shumë sahabë, dhe i lëm hadithet ahad është transmetuar nga një numër i vogël, pra 1 ose 2 sahabësh, me qëllim i lëm këto sepse nuk japin siguri. Edhe në fakt në moment që hadithi vërtetohet, ai jep siguri. Po a lihet hadithi? Këta duke pretenduar që janë të kujdesshëm në pranimin e hadithit për të shkuar në një varg poezie që as nuk saktësohet. Pa është e çuditshme, subhanallah. Mirë po, themi, ta supozojmë, për hir të argumentit, se hadithet janë ahad, ta zem se ato nuk janë, më thënë, edhe pse ato janë hadithet sakta, po ta zem se janë ahad, si thoni ju, që kanë ardhur nga një numër, pra 1-2 sahab, kështu me radhë. Fakti se Allahu subhanahu wa taala do të shikohet, sahabët
ka dhjetra transmetime, ka shumë transmetime për tyre që e pohojnë. Kështu që edhe nëse hadithet që flasin për shikimin e Allahut mund të jenë, me pak rrugë transmetimi, ama fjalë të sahabëve ke shumë që e pohojnë, kështu që kjo del nga kjo gjykimi ahad, që thonë pra që është numër i vogël dhe shkon në gjykimin se kjo është e transmetuar prej shumë sahabëve dhe nuk mund të kundërshtohet. Mirë po, kur personi është larg sunetit, normalisht që gabon, në gjëra që janë të qarta. Edhe shkon pastaj, sikur se ka thënë Ibn Taymija në poezinë e tij, qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Mirë për atë që e le Kur'anin mas shpine, dhe kur argumentohet, thot ka thënë al-akhtalu. Al-akhtalu ka qenë një poet, madje ka qenë një krishter, tip filozofi. Edhe këta të njëjtin gjë bëjnë, i lën argumentet mbrapa edhe argumentohen me një varg poezie. E dyta themi, edhe nëse ky varg do të ishte i sakt, ai nuk bie ndesh me rregullin e gjuhës. Përkundrazi, ai e përforcon atë, sepse vargu, kuptimi i vargut është fytyrat e atyre njerëzve shikonin drejt qiellit nga lart tek Zoti i tyre duke pritur shpërblimin prej tij. Pra, ata shikonin drejt qiellit. Atje ku besonin se ndodhet Zoti i tyre lart mbi çdo gjë. Ashtu si besimtari ngre duart lart sepse beson që Allahu subhanahu wa taala është në lartësi. Ashtu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e drejtoi gishtin lart dhe dëshmoi për Zotin e tij, duke treguar pra lart, në lartësi, në qiell. Pra, edhe nëse pranojmë vërtetësinë e vargut, kuptimi nuk është pritje pa shikim, por shikim drejt Zotit në qiell me shpresë për shpëtim. Argumenti i tretë, disa dietar e kanë përmend se ky varg nuk është siç e kanë transmetuar ato, pra Mu'tazilet, por është fytyrat në ditën e Bekrit janë të kthjellta që shikojnë drejt Rahmanit duke pritur shpëtimin. Pra qëllimi i poetit i referohet ngjarjeve që ndodhen në luftrat e riddes, dezertimit të Murtedit, pra midis të dezertuesve dhe midis sahabëve nga fisi Benu Hanife që ishin bashkuar, këto dezertuesit ishin bashkuar Musaileme el-Kedhabit dhe shokëve të tij. Dhe dihet se fisi Benu Hanife i përket fisit Bekr ibn Wail. Kështu që profeti ka dashur të thotë se gjatë këtyre luftrave, pra luftëtarët kundër Musailemes dhe pasuesit e tij nga Benu Hanife, pasuesit e Musailemes shikonin drejt Musailemes. Pra se lufta ishte e fortë dhe ato shikonin drejt Musailemes, pra me shpresë që ai të jepte një zgjidhje. Ndërsa besimtarët, sikur se tregon vargu, shikonin lart, në qiell, shikonin te i gjithëmëshirshmi duke prit shpërblimin e tij. Duke prit, shpëtimin dhe suksesin dhe fitoren prej tij. Pra vargu na tregon se shikimi në këtë rast është shikim me sy, pra nëse do argumentohemi me argumentin e tyre gjuhësor, ka për qëllim shikim me sy dhe jo pritje sikur se thonë ato. Argumenti i katërt, kuptimi pritje nuk mund t'i atribuohet fytyrës. Në fjalën e Allahut thotë, atë ditë fytyrat do të jenë të shndritshme duke parë Zotin e tyre. Edhe pritja këtë rast nuk i atribuohet fytyrës, mirë po sipas gjuhës arabe i atribuohet njeriut dhe jo fytyrës së tij. Argumenti i pestë, në ajet thot besimtarët do të kenë fytyra të shndritshme, të lumtura, të gëzuara për shkak se do shikojnë tek Allahu i lartësuar, pra tek Zoti i tyre. Pra shkaku i shndritjes dhe bukurisë dhe gëzimit që ato kanë është se shikojnë drejt Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po çfarë gëzimi
dhe çfarë shndritje dhe çfarë lumturie sjell pritja. Përkundrazi, pritja do të thonë sipas asaj që dihet tek njerëzit, pritja sjell apo shoqërohet me ankth, merak dhe mërzi. Çfarë lumturie mund të ketë nëse kuptimi i ajetit do të ishte që ata janë duke prit. Pasi pritja në përgjithësi vjen me pasiguri. Prandaj dhe njerëzit ditën e ringjalljes nuk e dinë se si do jetë gjendja e tyre dhe do jenë duke pritur, do jenë në ankth. Dhe jo, sikur se tregon ajeti, pra atë ditë ato do jenë fytyra do jenë të shndritshme për shkak se janë duke parë tek Zoti i tyre. Argumenti i 6 duhet thënë se interpretimi që Mu'tazilet i japin ajetit është në kundërshtim konsensusit të selefëve të parëve të këtij umeti. Ne besojmë se ixhmai, pra konsensusi, unanimiteti i selefëve është e vërtet absolute, pra që nuk mund të hidhet poshtë. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha tajawaza an ummati an tajtami'a fi dalalah. Allahu e ka ruajtur umetin tim që të bien dakord për një gjë të kotë. Për të arsye kujtohet më pyeti njëri, po mirë tha, nëse vjen ixhma dhe vjen një argument, nuk ndodh. Sepse i bie që të hedhim poshtë ajetin fjalën e profetit që Allahu e ka ruajtur umetin tim që të bashkohen në një gjë të kotë. Nëse ne themi ka rënë umeti i ixhma, pastaj vjen dikush që sjell një argument, apo kam gjetur një argument, e para nuk ndodh, po ta zem se e ndodh, i bie që ra poshtë hadithi. Pra që pas ka qenë një kohë ku umeti nuk pas ka qenë në hak. Kështu që kjo është diçka e pamundur dhe nuk mund të ndodhë. Dhe ne kur flasim për ixhman, themi që ixhmaja është e vërteta e palëkundur. Në moment që umeti bie në ixhma, atëherë nuk mund ta kundërshtojë atë asgjë. Gjithashtu duhet kemi parasysh se nga gjërat që ehli suneti dallojmë është se ne besimin ton e kemi me zinxhir deri tek profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi e kemi marrë prej sahabëve, nëse sahabët prej kujt e kanë marrë. Për këtë arsye, Shurejk ibn Abdillah, prej gjykatësve, dietarëve të umetit, ka thënë, pra kur dëgjoi një grup që mohonte zbritjen e Allahut, sikurse përcillet në hadith, ai transmetoi rreth 10 hadithe me zinxhiret e tyre të saktë, pastaj tha: Ne kemi marrë fen ton nga tabiinët, dhe tabiinët e kanë marrë nga sahabët. Po ata nga kush e kanë marrë? Pra nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi të bindur dhe jemi të qëndrueshëm. Ne jemi të mbështetur në një shkëmb të fortë. A e keni parë malin Uhud? Ne jemi si ai që mbështetet në malin Uhud, në një themel të palëkundur. Nuk kemi asnjë dyshim, asnjë pasiguri. Kjo është akidja që e besonin me bindje sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj tabiinët dhe pastaj pasuesit e tyre dhe dietarët udhëheqës pas tyre. Ky zinxhir është i ruajtur deri në ditët tona, subhanallahu. Pra besimi, edhe më kujtohet, kam marrë pjesë në disa mexhlise ku lexoheshin librat e selefëve në akide. Me zinxhir nga personi që na i lexoi, që po e lexonte, deri tek autori që e ka shkruajtur. Ky autori ka zinxhiret e veta deri te sahabët dhe ato normalisht prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ne kemi zinxhir. Ne fen ton dhe kemi bindje të plot për fen ton dhe për besimin ton, nga që kemi zinxhire të sakta. Edhe nuk jemi të palëkundur dhe kemi bindje, sepse në këtë e kemi marrë brez pas brezi dhe nuk ndahet feja të selefët, pra që kanë qenë të parët dhe ato që kanë ardhur më vonë. Kjo është një ndarje, nuk ekziston kjo lloj ndarje. Pasi ne që jemi të vonshmit, fenë e marrim nga të parët. Edhe nuk mund dalë askush me kuptimet e veta, vetëm se do kthehet te kuptimi i tyre. Edhe ato do kthehen deri te profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe besimet që kanë ardhur më mbrapa, që njerëzit kanë ardhur dhe kanë shtuar, kanë deviju, përderisa nuk i kanë thënë selefët, themi nuk ka hajër në to. Nëse do të ishte diçka në këto besime që janë
kanë mirësi dhe ka hajër, të parët që do i kishin thonë, do i kishin besu, janë sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. E përderisa ato nuk i kanë thonë këto besime, përderisa nuk kanë folë me këto gjëra, do të thotë që nuk ka hajër në to. Pasi nuk ka një të mirë vetëm se ato na e kanë kalu. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. E padyshim, diçka që nuk është thënë prej tyre, vetëm se është e pavërtet dhe e padobishme. Argumenti i 7, ky interpretim që ato përmendën pra Mu'tazilët për fjalën e Allahut, është e pavërtet sepse bie ndesh me argumentet e shariatit dhe me tekstet e shpalljes të Kuranit dhe Sunetit, të cilat duhet merren si një gjë e vetme, pasi njëra sqaron tjetrën. Pra të dyja sqarojnë, do të thënë, njëra sqaron tjetrën dhe Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar në librin e tij duke thënë se ajetet të cilat janë mutashabih, pra që jo fort qarta, duhet i mbështesim me ajetet që janë, domethënë, muhkeme, që janë të qarta. Po gjithashtu suneti i profetit, i cili është shpallje prej Allahut të lartësuar, është sqarim dhe argumentet Kur'an Sunet ne duhet i bashkojmë. Ato janë një gjë e vetme. Jo të marrim një dhe të lëm tjetrën. Kur Allahu subhanahu wa taala e tregon në fjalën e tij ila rabbiha nadhira, thonë që ka për qëllim pritjen. Po mirë, hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë ju do ta shihni Zotin tuaj. Pra çfarë bëjmë ne me këtë hadith? Pra nuk ndahet Kurani dhe Suneti. Nuk e ke qartë çfarë thot Allahu në Kur'an, ktheju hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Argumenti i 8 edhe i fundit, ne ta pranojmë për hir të bisedës dhe argumentit se kuptimi i ajetit është siç thonë Mu'tazilët. Pra, atë ditë fytyrat do jenë të shndritshme apo të ndritura, duke pritur shpërblimin e Zotit tyre. Themi çfarë pastaj? Nuk ka asnjë problem edhe këtu. Pasi xheneti është shpërblim dhe ka shpërblimin të. Edhe shpërblimi më i madh në xhenet nga argumentet e tjera është shikimi në Allahun e lartësuar. Nuk bie ndesh. Edhe nëse do të themi që ky ajet ka kuptimin duke pritur shpërblimin e Zotit tyre, përfshihet aty edhe shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar nga argumentet e tjera që kanë ardhur që e pohojnë këtë shikim dhe këtë shpërblim që do të merret në xhenet. Pasi xheneti është vendi i shpërblimit. Kjo tokë është vendi i provimit për bota ku jemi në jeta e kësaj bote. Xheneti është vendi i shpërblimit. E shpërblimi më i madh, sikur se na kanë ardhur në argumentet Kur'an dhe Sunet, është shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Pra, edhe nëse do ecim në logjikën tuaj nuk ka problem. Themi po, atë ditë fytyrat do jenë të ndritshme, duke pritur shpërblimin e Zotit tyre dhe më i madhi për këtë shpërblimi është shikimi në fytyrën e tij subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nëse ka një pyetje, një paqartësi o vëllezër? Çdo gjë e qartë? Alhamdulillah. Allah shpërblet mirë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.